Pjatë më të shishme se buke djathtë. Jo, po se ka tani katonar. Po ka edhe katonar shumë të ndryshëm, po them katonar që është tamam, që unë valla jo me e tepruar, po më dhon buke djathtë. Ama që kam qeft explore, sepse kjo zanati jonë është me vjedh, domethënë për mirë, me dy gjëra këtu, me nuk këtu, me këtu. Po kuzhinierët dhe politikanët atë zanat kanë. Atë A pëlqen Greqia? Sidomos Bollano. Sidomos antipastat. Me antipastat Greqia është shumë e mirë. Me çfarë kupton antipastat e vash o Ismet Sani? Vash. Çfarë kupton me këtë? Po t'ja nisësh edhe si te Partizani, edhe çdo gjë tjetër. Po Partizani kemi dhe ne. Po e proponojmë. Po si turkët i bëjnë grekët? Ja, nuk i bëjnë si turkët. Ka Greku është ndikuar nga kuzhina turke, mos të bëhemi anti-grek tani kot, po ndikuar. Suvllaqi është turk. Po lem suvllaqe tani, po flasim kuzhinën se ka edhe kuzhinë. Për një sekond. Kështu mund mishin. Imam Bayaldin. Ç'a bëjnë grekët? Unë kam jetuar 15 vjet, ç'a bëjnë? Ka të vere. Unë për shembull, mund të kesh kërcuar ca restorante të mira, por në tërësi si popull për shembull duket sikur i bëjnë çik më mirë gjellërat mase, i bëjnë çik më mirë, se kanë pasë çik bollok. Gjellërat i çaj. Po kanë pasë vaj, ne kemi qenë komunizëm më së. Ka gjë të mirë që gjellërat i gatojnë mirë, ato i gatojnë avash. Një gjë që gatuat avash delen. Edhe shqiptarët avash, slow cooker janë shqiptarët. Shiko, duhet groshë po.